Berati, një ndër qytetet më të vjetra dhe më piktoreske të Shqipërisë me atraksione të shumta turistike, është kthyer për të disati në vit një ndër destinacionet më të preferuara për turistët e huaj. Në ditët e para të muajit prill, rrugët e qytetit kanë qenë të mbushura me vizitorë nga vende të ndryshme të botës, të cilët kanë ardhur për të shijuar bukuritë natyrore dhe arkitekturën që ofron qyteti i 1-1 dritarëve. Unë jam Borat, jam nga Uzbekistani. Berati është një qytet shumë i bukur. Në vendin tim nuk ka vende kaq të bukura. Shtëpitë karakteristike me një arkitekturë të veçantë që përkojnë që në periudhën otomane, rrugicat e kallëdrëmta, lagjet muzeale, Gorica dhe Mangalemi apo edhe Kalaja, me një histori dhe resurse historike, janë disa nga atraksionet turistike që tërheqin kuriozitetin e vizitorëve. Ka ndërtesa fantastike. Mënyra se si janë ndërtuar dhe gjatë periudhës së luftës është diçka që se kam parë tjetërkund. Beratin e kam parë nëpër foto dhe kam qenë kurioze ta shija vetë nga afër. Pra mendoj që është arkitektura gjë më interesante, por mbasi zbuloj diçka tjetër përgjatë ditës. Operatorët turistik dhe bizneset lokale raportojnë rritje të ndjeshme të kërkesës, ndërsa sezoni turistik ka nisur më herët se zakonisht këtë vit, falë motit të ngrohtë dhe interesit në rritje për Shqipërinë si destinacion.